Bizneset amerikane ankohen për procedura të gabuara nga administrata tatimore për rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Shqetësimi u ngrit në forumin e organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Praktika e administratës tatimore është e gabuar në shumë çështje të ligjit për TVSH-n. Investitori në periudhën kur është duke ndërtuar do jetë me TVSH kreditore, administrata tatimore gjen artifica për të mos e rimbursuar këtë TVSH kreditore, duke i shtuar biznesit një kosto financimi për 20% të vlerës së TVSH-s. Ne trajtojmë në vit rreth 1700 kërkesa për rimbursim, pjesa më e madhe tyre pra 80% kalojnë pa kontroll me një herë, ndërkohë që vetëm një pjesë e vogël, pra kjo që ngelet, kalon me kontroll dhe përgjithsisht lidhet me investimet. Në fokus të forumit ishte edhe paqja fiskale, zbatimi i së cilës nis vitin tjetër, por që ende nuk është detajuar se si do të zbatohet. Kjo është, domethënë, një ofertë pra që i bëhet nga qeveria biznesit për ata që nuk duan të kontrollohen dhe janë gati të bëjnë pagesat që kërkon buxheti i shtetit për të plotësuar mbledhjen e të ardhurave. Besoj që është iniciativë e duhur dhe besoj që administrata tatimore pasi ligji të bëhet do japi të gjitha sqarimet e nevojshme se si do implementohet paqja fiskale nga administrata tatimore. Parimet kryesore që Dhoma Amerikane ka promovuar, sistem tatimor të balancuar, të qëndrueshëm, luftë ndaj informalitetit. Drejtori i tatimeve Ilir Binaj foli edhe për kontrolle që do të ushtrohen në sektorin e ndërtimit, që do të shtrihen përgjatë vitit 2026. Këtij sektori do t'i lihen 30 ditë kohë për të reflektuar pas publikimit të listës së pagave dhe për ata që nuk do të reagojnë, do të nisin kontrolle të fokusuara jo vetëm tek rrogat, por edhe tek çmimet e shitjes.